Vllaznia do të luajë ndeshjen e rallës për kampionat me Teutën. Ky takim është programuar për të dielën duke nisur prej orës 19. Para kësaj ndeshje ka folur mbrojtësi Jasmin Gjeliković, I cili tha se vllaznia duhet të shfrytëzojë defektet që ka Teuta. Teuta je jako kvalitetan protivnik. Sigurisht që do jetë një ndeshje e vështirë me Durrësin. Teuta është një ekip shumë I fortë. Por ka edhe disa lojtarë që mendojmë se do ju përgjigjemi dhe do I shfrytëzojmë këto defekte që kanë lojtarët. Inshallah do marrim fitoren. Sretan što sam ovdje. Gjeliković tha se vllaznia është ekipi më I mirë I kampionatit shqiptar, teksa e krahasoi atë me klubin kroat të Hajdukut të Splitit. Osjetim od strane ljudi. Jam shumë I kënaqur. Klubi Vllaznia është ndër më të fortët në kampionatin shqiptar dhe mund të krahasohet si të jetë Hajduku I Splitit dhe shikojnë në të gjitha pikpamjet e klubit. Dhe aq më tepër të tifozëria që ka. Jetojnë me futbollin. Kualiteti I kampionatit I mirë dhe kualitativ. Për mendimin tim, tifozët e Vllaznisë them se janë më të mirët në kampionatin shqiptar. Dhe ata na duhen që na shoqërojnë në të gjitha ndeshjet. Dhe do ju lutesha që gjithmonë të jeni pranë nesh, të jeni në stadium deri në fund të kampionatit. Në këtë përballje që pritet të jetë vendimtare për vazhdimsinë e sezonit, Vllaznia synon të konfirmojë ambicjet e saj për titull përballë një kundërshtari që pritet të jetë I fortë në fushën e lojës, siç është Teuta.